Veprimtari Halil Geci ka publikuar një video të aktivistit të LDK-s nga Mitrovica Ramadani Strefi, duke kritikuar ashpër politikanët që kërcënojnë kryeministrin Albin Kurti dhe përbuzin integritetin e Kosovës. Në veri, i Strefi i quan këta politikan rrugaç dhe hajnë, duke theksuar se veprimet e tyre kanë dëmtuar vendin dhe favorizuar interesat e huaja. Geci u bën thirrje opozitës dhe LDK-s që të dëgjojnë mesazhin dhe të reflektojnë mbi qëndrimet e tyre ndaj veriut. Në vijim postimi i tij plot: Ju të rrugës së re, mos luani me atë, dëgjojeni Ramadani Strefin, zë nga veriu që nuk mund të injorohet, dëgjojeni me vëmendje këtë video. Këtu nuk janë fjalë të rastit, por fjalë të një aktivisti të LDK-s nga Mitrovica, Ramadani Strefi, i cili flet nga përvoja dhe nga realiteti i veriut të Kosovës. Këto video duhet të dëgjojë opozita e sidomos LDK-ja, por edhe të gjithë ata që sot shtiren si patriot, ndërsa dje thoshin se veriu nuk është Kosovë. Dëgjojeni, o ju me ndërmdhenjë general kakat që kërcënoni kryeministrin me gjuhë dhune, me rrahje dhe zvarritje, ju që Albin Kurtin e quani Cernagor dhe thoni kin se ai s'ka asnjë varr në Kosovë, ndërsa ju pas keni. Kjo gjuha juaja e rrugaçëve të rrugës nuk është as trimëria as abde dashuri. Ajo që thoni ju është thjesht një puthje bythe që e bëni, por s'keni byth ta bëni. Me këtë fjalë, po mundoheni të friksoni Albinin, por këti Albini as që ja ha kalemi për ju. Ju me veprimet tuaja, hajnit dhe poshtërsit e keni shkatruar Kosovën dhe e keni shitur veriun. Dje ishit bith e shtjerët, sot jeni bërë milioner. Ju që kërcënoni Kurtin e shani e quani tradhtar rus, grek, vetëm se ai e ktheu Mitrovicën, që ju dje ja jetësua tamanetin në Rankovicit, e shani vetëm se Albini u aprishi kumbarin dhe bizneset me Serbin, ju që e plut Rusin mbiuar në Ibrit, kini arsye të shani se kufirin Kurti e zbriti në Rashk. Kryetari i LDK-s në Prizren, Driton Selmanaj, ka reaguar pasi procesi i rinumërimit të votave ka nxjerrë në pa parregullsi ku disa kandidat janë prekur apo ndryshuar votat. Selmanaj në Facebook, zgjedhjet e 28 dhjetorit i ka quajtur manipulim industrial. Ai ka thënë se është rinumërim në të gjithë Kosovën dhe kjo duhet të bëhet e domosdoshme. Fatkeqësisht, këtij skenari nuk i ka shpëtuar as lista e kandidatëve të LDK-s, përfshirë dhe mua si kandidat për deputet. Unë si kandidat për deputet dhe si kryetari degës së LDK-s në Prizren, distancohem tërësisht nga kushdo që ka marrë guximin të tjetërsoj vullnetin e qytetarëve të komunës sonë, ka shkruar Selmanaj në llogarinë e tij në Facebook, në vijim postimi i tij plot. Nga vjedhja industriale e votave në 2010 në manipulimi industrial në 2025, menjëherë pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit 2025, pata reaguar me status publik për dyshimet e mia për manipulim votash në qendrat komunale të numërimit në gjithë Kosovën, si dhe në përfaqësi diplomatike dhe votat me post. Në atë kohë, bashkë me disa kolegë, ish deputet, kërkuam rinumërim të përgjithshëm të votave, por përgjigjja që morëm u injorua totalisht nga të gjithë. Nga injorimi industrial nga KSZ si dhe nga mungesa e vullnetit në të gjitha subjektet politike, për ta zbardhur të vërtetën, komisionerët morën guximin dhe e përsëritën të njëjtën situatë në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025, e the me bindje se ajo çka po vërtetohet në komunën e Prizrenit nuk është rasti izoluar, por një dukuri që ka ndodhur në të gjithë Kosovën. Prandaj edhe në shkurt dhe tani rinumërimi të gjitha kutive ka qenë dhe është i domosdoshëm. Rinumërimi në Prizren po nxjerr të dhëna tejet shqetësuese, ku të gjithë kandidatët të gjitha partive politike pa përjashtim janë prekur apo ndryshuar votat, disa me dallime shumë të mëdha e disa me të vogla, por asnjë nuk i ka shpëtuar abuzimit apo ndryshimit të vullnetit qytetar. Ky fakt nxjerr dyshime për skenar të mirë organizuar për abuzim masiv të votave për të gjithë kandidatët. Fatkeqësisht, këtij skenari nuk i ka shpëtuar as lista e kandidatëve të LDK-s, përfshirë dhe mua si kandidat për deputet. Unë si kandidat për deputet dhe si kryetari degës së LDK-s në Prizren, distancohem tërësisht nga kushdo që ka marrë guximin të tjetërsoj vullnetin e qytetarëve të komunës. Kemi dyshimet tona që ky skenar ka qenë i mirë organizuar dhe ka përfshirë të gjithë kandidatët dhe të gjitha partitë politike për të balancuar dhe shpërndar abuzimin tek të gjithë në mënyrë që të mos identifikohet lehtë si problem, por këtë tashmë i mbetet ta vërtetoj organi i drejtësisë.
po e përsëris atë që e kam thënë edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit se KSZ, prokuroria dhe institucionet e tjera kompetente në kuadër të kompetencave ligjore dhe kushtetuese duhet t'i ndërmarrin të gjitha veprimet që ta rikthejnë rregullsinë e procesit dhe me këtë abuzivitet të madh të marrin dënimin e merituar. Vota e secilit qytetar është e shenjtë dhe të gjithë pa përjashtim duhet të angazhohemi që ato të mbrohen me çdo kusht. Mbrojtja e rregullsisë së procesit, ku përmes votës shprehet vullneti politik i qytetarëve tanë, është misioni më patriotik që sot mund t'i bëjmë vendit tonë. Pas një dyshim, Lidhja Demokratike e Kosovës duhet ta udhëheqë këtë mision. Rinumërimi i votave në të gjithë Kosovën është e vetmja mënyrë që zbarë të vërtetën dhe rikthen besimin e të gjithëve për këtë proces elektoral. Në zgjedhjet e 9 shkurtit, KSZ-ja dhe subjektet politike nuk kishin vullnet. Uroj që tani mos të bëjnë të njëjtin gabim. Shënim, për korrektësi po e bashkangjis statusin tim të postuar më 9 mars 2025 pas zgjedhjeve të 9 shkurtit.